Nëse sot do të mbyllej gjithçka, a e di ku do të shkoje? Pyetja më e rëndë që mund të bëjmë vetes shpesh vonohet deri në fund, por ka një përgjigje që nuk varet nga pasiguria jonë. Për mua, besimi i krishterë nuk është vetëm kulturë ose familje. Bëhet fjalë për një Zot që na njeh dhe na do. Ai nuk qëndroi larg, ai foli përmes profetëve dhe më qartë në Jezus Krishtin. Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne. Ai erdhi të na tregoj se nuk jemi harruar, jemi të dashur. Disa thonë se Bibla është ndryshuar, por Bibla vetë thotë, fjala e Zotit qëndron përjetë. Shumë ndërshkrime të lashta dëshmojnë të njëjtin mesazh dhe më e rëndësishmja, kjo fjalë ndryshon jetën e njerëzve edhe sot. Edhe jetën time e ka ndryshuar. Shumë mendojnë se të krishterët besojnë në 3 zota. Jo, Zoti është një. Por Bibla thotë, Zoti është dashuri. Dashuria nuk është vetmi, është marrëdhënie. Prandaj Zoti na është zbuluar si atë Birë dhe Shpirti i Shenjtë. Jo 3 zota, një Zot që vepron për të na shpëtuar. Shumë njerëz e nderojnë Jezusin si profet. Bibla na çon më thellë, kush më ka parë mua, ka parë Atin. Jezusi fal mëkate, ngjall të vdekurit, qorton erë. Këto janë vepra të Zotit. Te Jezusi shohim fytyrën e Zotit, një Zot që afrohet dhe shëron. A nuk mund të falte Zoti thjesht pa vuajtje? Këtu takohen drejtësia dhe dashuria e Perëndisë. Mëkati nuk lihet pas dore, por mëkatari nuk braktiset. Bibla thotë, Krishti vdiq për ne, kur ne ishim ende mëkatar. Vdekja nuk ishte fundi, ai u ringjall ditën e tretë. Kryqi është çmimi, ringjallja është fitoria. Shumë përpiqen të jenë të mirë dhe shpresojnë se kjo mjafton. Por Bibla thotë, të gjithë mëkatuan. Prandaj shpëtimi nuk fitohet si shpërblim, jepet si dhuratë. Dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme në Krishtin Jezus. Jezusi premton, kush beson tek unë, ka jetë të përjetshme. Siguria ime nuk është te forca ime, por te fjala e tij që nuk gënjen. Zoti është më afër se mendon. Ai të do, ai të thërret. Dhe kush i hap zemrën Jezusit, gjen falje, paqe dhe shpresë të përjetshme.